Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje me qëtë mi nga unë Doruntina, jo Dorentina, po Doruntina, emrin tem normalisht e di me qëtë mi. Jem sot në fshatin Balovc, komuna e Padjeves, Podujeves, nejse, Padjev apo Podujev, vendosni ju vetë, gjithsesi jem shumë kurrështore me po fshatin, po besoj edhe ju. Hajdeni pohimi ka dole në përshtepi e sheni është fshat shumë i zbrazur, nuk ka lëvizje thuja se heq edhe për kundër se une ja e pa një eksplorim fshatit kështu me makinë, por që nuk ka lëvizje. Mbetet me u pa sa është fshat i banushëm, sa e kanë lënë se në çdo fshat tjetër, e për gjitha këto qëndroni me neve, hajdeni me neve. Filloj me shtepin e parë, të thëmë drejten, Lapjan, këta janë Lapjan, apo? Po, ndi, Lapjan. Thëmë drejten kom dëgju që janë njerëz mik prica, por kjo mbetet me u po gjatë rrugtimit ton, gjatë qëndrimit ton, që do e bëjmë sot në këtë fshat. Oj, zoti shpis, kjo është e mbyllme. Siguri është ndonjë mërgjimtarit. Shtepia me numër 48 e përshëndesën pronorin. Me siguri është mërgjimtar, gjithsesi po provojmë, po ndalna pak tek komentimi sa i përket fshatit, po duket një fshat i bukur, çka më pëlqen mua në çdo fshat kur është rrafsh, për shkak se ma lehtëson edhe mu punën, po e kem bukur vështirë ndonjëherë kur po ka ashtu rrugica shumë nalt. E keni vërejt po besoj edhe jo që shmushna frym, normalisht lodhna, për shkak se nuk është e lehtë me rrethu një fshat të tërë, edhe me e eksploru gjatë gjithë ditës, e sheni, asfalti, do thotë infrastruktura është nivel, ka shtëpia të bukura. Të bukura, Lapjanët, edhe këta folin, kanë theksin goxha si Drenicakt, apo? Si Drenica, ashtë më duket. Raketepin! Raketepin! Oh my god! Une Drenicë, po djeti i kam dojt, po dhe bëj shumë hajgore me ta, për të folmin që e kanë. Do shta edhe thekë jam dikujt, nuk i pëlqen, jemi shumë okej, normalisht vetëm Zoti është perfekt, e tjere që se cili i kemi ato mangësi tona, por kjo është edhe çështje dëshira, shpelqimi, e tjere kapja mojnë bre. Sajde, qëshini, a mundesh në qelcë? Se po në zhurëm, qëshini ndërë, familja? Po kalojt ishte. Shmo kalon në këtë shatin e juve. Mirë, ty be. Haj, qëfar jetese po bohet, unë të thëmë drejten, prej atje në fillim, as edhe një banur nuk e takova. Ta shte pi kujdit se që janë gjinja në përpunë, në përase... Në përgjëme, ha? Përgjëm shumica. Se jo zgjoni herë të shedijune. Zakanisht, po në katun, po. Ca mirë me punë të katunit. Me qëfar punë që po merë? Po në për vetemi në krysë me bujtësible këtë rriqë, këta shumica që ke molla që në Gjermani, një pjesë e vogël janë këtë që jetojnë këtë...
E kanë lënë fshatin shumë. Po jo, se kanë lënë vinë, veç që kështu Ja, që vinë për pushime. Po, Për pushime ata nuk po i numrojnë, normal e kanë lënë fshatin, i pushim vinë 2 javë dhe ecin. Unë jam të volvis për banorët këtu, edhe sa e kanë lënë vendin, po më intereson. Po një shumica pjesa më e madhe kanë lënë, një pjesë më e vogël jetojnë veç për i këtu, që mund që mirën me punë fshatit, me punë kështu që mirën me jetë përditshme, me ndërtimtarime se pa mërës. Po më intereson përveç që e kanë lënë shumica. Para se me lënë, sa shtëpi jenë konë kësajde? Vallaj, para nuk muna me ditë se unë dhe muna pjesën e para luftës se këtë jëmë konë fëmi i vogël e këtëve që dhe mund mas luftës e kënjena ma shumë e kanë qua, para luftës ma pak ka posë jenë konë jashtë, shumica jenë konë veç këtë, veç pe i venit tonë që kanë jetu. Po, e ta që ndërun për shambull për afërsisht, ta mundesh me ditë sa jenë shtëpit banushme. Vallaj, nuk e di se diku një 270 shtëpi flitet që i ko krejt fshoti Ballavës. Për që më thonë 50-50 janë që janë këtu dhe që janë jashtë. Krejt të shtëpit e bukura, krejt të shtëpit janë që mërgjimtar. të janë shumica janë mërgjimtar. Të rrotë që janë dikush pej burnimit që jeton këtë. A njihni me gjithë këta? Me banorët, me krejt. A Po, njihni me dhe gjithë, po. a keni raporte Po, me raportet mira, bile është katuni shumë i mirë, se këtu janë shumica po gati këtë janë të ordhën pe i vene ma të larta, pe i bjezhe ma të larta e këtyve që kryesisht rej kalojna mirë me zveti, janë katuni shumë i mirë, bile si do mos të ma hallë që të kalojna shumë kem raportet mira me zveti. Unë kanë ftu shumë me ardhën këtë fshat, edhe më kanë thonë që jenë mikë prica, po në asë nuk jem të po banur heq. Po tash po nuk se se çfarë pi kujditve se këtë zakonisht ka mbromja, zinën krejt Ka kësaj. mbromja tërë që ka me xhiru. Jo, ka drita, se që na kanë gjithë dritat. Po nuk është drita e mjaftueshme sa neve na duhet për Pa ne kamerë. më in mrana kena dritë ball. Ashtu ja bojmë. Po. I ndrum. Se unë kam shpinë sa të një 200 metra ma përveç, kështu që kom ka tonë pak nalë, po kam e da punë, e qëtu në firmë të vogël e kam që atë dë deleve, dë qështu, jenë të mirë se ordhën, tira here kur dëni. Jenë të mirë se ordhën. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për juve, mirupafshim me të mira. Mes kalofshim Edhe jo, me të mira, faleminderit shumë. E me vazhdu kështu, a muj me gjithë banor, me vazhdu drejt? Edhe kjo pjesa, kënina ata shtin këtë pikun e ditës janë shumica në përpuna, po do fëmijë të vogël, edhe çdo edhe se dikon që e lidh jeta pak më shumë e katën. Unë tentova me hyne për disa shtëpi, por kërkosh nuk del, ke garant veç fëmia. Dikush nuk pranon, po unë jam pak me do punë që të dal nalt, një shtëpi e vogël që të dëmon kur të kalesh të shtëpiat që të ka shkonin kronë e mojt, është e jamja, por hera vëtira jene të mirëson, ose mundesh me marrë numër telefonit kur dush. Faleminderit, shumë Jene të mirë se ardhëm. Shumë faleminderit, Zoti ju rujt. Faleminderit edhe ju besoj që kemi me u po, me të mira. Mirupafshim. E falenderoj për zëmërsisht. Një banor i mrekullueshëm, e ndëgjut për disa të herë më ftoj, por që Doruntina një herë e viziton fshatin, mandej, bye, shihem në një fshat tjetër për shkak se kam shumë fshatra, ende pa i vizitu. Kur thëm kam ftesa me qtemi, kam ftesa, e kam fjallën njerëzit që më shkruajnë mu privat ose në redaksi. Thëm drejten, nuk bojmë pjesë këto komentet edhe nuk i lexojmë komentet, por vetë mesazhet që na vinë në redaksi edhe mesazhet e mia privat, do thotë njerëzit që unë ju pëlqej, më dojnë, e përcjellin emisionin, më përgëzojnë për emision, ata më shkruajnë privat. Të tjerët, pafshim. Përshëndetje! Stop, policia! Se kem stopin, unë dalë, am shkel ju. Përshëndetje ndërum. Si je, Doruntina? Si je, Doruntina? Na vjen mirë. Po bisedojmë, atë hynë mes kështë po bisedojmë me këta, ha? Apo më mbori. Hajde, vesh të largohem prej rrugë. Mirë jeni? Ndër për zotë shumë. Shëqër, familje të mirë? E lëm për zotë.
Qa jo kryesurja. Edhe pak. Bukur. Pak ju bënëm e losh. Faleminderit për mirë kuptimin. Ku ishe të shku? Shpi. Apo më falë për syza se e kam problem. Po hajtë se s'pëm beka djeli mirë, që po të pa syza për flasë. Ti më s'pole unë? Jo, unë. Po, hajtë pali. Ti vazhdo në gjithi, më stanin. S'kolli. Qka po më tregon për fshatin e ju? Qa po t'interesan? Gjithë shka. Qka e veçan, qka i mungon. A di qka fillimisht po du me thonë, kum pas për të shmeri dhe më kanë thonë që jenë shumë i këprica, unë nuk e hasa deri me tash atë mi këpritje. Nuk ka kërkush në për shpia? Po thua? A jemi nëna? Pa disa se që më kanë po. Apo hina më nëna? Ku me hinë? Shpi? Ku i kish pinë? Që ke ju t'ja me dyrë gjelë për ta? Me dyrë? A me dyrë gjelë për? Po, okej. Hajde him? E nëzirra kofen vëllohen. Hajde po vazhdojmë edhe e bëm një muhabet kështu ullum me që nuk ka banor, bilim të folu me juve. Po besoj që keni me nga tregu diçka ma shumë rreth fshatit, se po më duket veç më duhet me përfundu për shkak se shumë i thot koka. Shumë e të kërkush. Gjithë këtë fshat. 7 shtëpi komunës sitonal, që ku të së të bardhat për në ato. Sone jam ka shtëpia në fos një vëlla. Ta në djelët, veç një djali kom punon në Veronës atje. Kritë ka ndollë jashtë vendit, apo? Këtë jashtë gati kërkush, shumë e të veç në pleshtë. Shumë fshatë i bukur, bre. Fshatë e mirë, të nga kam punu e të nga mirë bëllë, po bëdi pa gjenë kurqë. O, ju s'ki qka. Por nuk është vetëm këtë fshatë, në shumicën që po i vizitoj, jënë kështu të zbrazme shumë, po i lojnë vendin, po që ati besh, apo vazhdojnë? Po. Hajde. Edhe ju. Po, në pasë, në adevizje, në njëtjes. Ne jem vlaz lakpe këtu u poshtë atje. Po. Këtu këtë, jem në vlaz lakpe. Shumë mirë. Bismillah. Mo ju lumt, rregull, pastërti, shumë Po, mirë shtë zhjotë. punëtur. Hini që të nërhije që tu? Apo të me patike a mu doth? Ha? Të reja i kumodh patikat sët. S'ka dert. S'ka dert, hajtë se e pim ka një gotë ujë dhe bojmë muhabet qëtë. Kua? A një oqët. Mirë si ju gjemë fillimisht. Qka po nga tregoni për fshatin? Që po t'interesan? Unë të tha shumë interesant gjithë shka. Qka e veçën fshatin? Fshati të unë si mund kënë kurqë. Rrugët po, kanalizim po. Mas në orët 24 orë. Rrugët e shtira të gjona. Rafsh, mirë, si në tepe. Që është më veçantë është si kur s'ka pas nga të retha nërë me veti këtë. Asë gjinja për mënur, asë gjinja më shumë. Që kjo e bën mojnë e të mirave këti fshati. Po banorët e këti fshati, me qka mirën, qka punojnë? Banorët e këti fshati merë ma shumë me bujësi, tash po merë ma pak. Se këtë kompanitë e më api marrin për punët e këtë kretë, tjerti në për puna, në për zeje, rendim, qështë. Pensionerat ka pensionerat, kësajte, rrim bashkë kështë. Ju kanë betë edhe shumë kështu mushatorët, a e kive këto, a këtë tjenë të migjës jeni, po. A kini edhe shok tjirë kështu të mushës t'juve? Ki, plus minus 3-4 vjetë. Po, ato pak janë. Po pak janë. Ja mirë, në shafë në gati na 2 gati. Po, ju 3 boll po dukni. Në 3-2 po se Ma të mire në mosh mu knoqë. Sa mirë, qëfar falenderimi ju lumët. Falendrimi të akon pa dyshëm vetëm Zotit. Tash po kthehemi edhe për pak tek pjesa e fshatit, po më intereson sa shtëpi për afërsisht që mundeni me ditë që jenë të banueshme. Ata veç më vetë këtë. Se nuk e di na. Nuk më e di. Fshati shumë Pak se më duhet me u afru për shkak të zërimit, se di sa po e merr mikrofoni zërimin për shkak se nganjëherë ndodh edhe mu që nuk ma merr zërimin. Fshati ka hapësinë të madhe. Fshati ballos kufizohet me Serbi. Mhm. Në shtetin Serbisë kufizohet fshati ballos.
Interesant martesat a i bëni, për shembull. Kisha ta martuani me zveti, a jeni një gjak apo çështë. Nuk jena një gjak, po jena sjell dëm si me koni gjak. Martesa në me vetë të s'ka pas që të lagjën të unë, ma valë të unë kërkosh korë. Po, as s'ka pas, a e keni pas si kusht, ashtë ligj që nuk bën me u martu. S'ka një ligj, po e veti ashtë. Ndoshta ndaj respektit edhe... Ndaj respektit, po, sigurisht se jes. Se i këna llogaritë si motra, ata si vllazë neve. Çdo të bëjmë këna botë përbashkët. Se për gëzim si për rëdhnim. Xhamin e keshet? E kem një vend takim atë, se nuk ka xhami. Xhamin për falje. A për falje, po, atje kena ka erdhi të logja. Xhamin, shkollë? Shkollë, po, shkolla punon veç në ndrrim se ka zonë nuk ka pak, po ka klasë mjaftueshme. U marru shkolla ere, ka klasë mjaftueshme, ta veç në ndrrim punojnë. Ambulant, a kine ju? Ambulanta është që atje është, të xhamia është ambulanta. Kafe shpilne me sheqere, pa sheqere. Kafe t'i bëjëne. Ja. S'po du me të ja. Ta më puna unë, s'me me pi kafe prej teje. Ti ki e pi kafe për me se me majtë men. Po mu, ju që në nuk du me pi, po më vje keq me ma qitë kafe. Ma leti që sune se ti. Nuk i din ku janë zarzavatet. O, zarzavatet i gjojën e me sy mshel, veç kajtë sën këtë dolap e qili tjetërin. Se kom derë të në heq, a shkojmë i qesën bashkë. Veç shkoj të marë qesën e të qili djerë, se zoja kam fshirë djerë me dry. U shku të shoqja e kësona. Do thot që pas këtë zojnë në shpi se ende që e mbonë qelësin edhe... Jo, të në fshirë djerë. A, po, shumë mirë. Me që po t'alë tash kënej? A ko diçka që ky djali o gjës nuk ka të regu? Jo, vëllaj, Që ja vlen me cik, sa i përket fshatit? vëllaj, ja shenë zotit mirë, qysh ka folë që ashtu është. Ne jem në fshat këtu, shumë jem në fshat i mirë, ne me veti, kalujmë i mirë, si kur më konë vllazë lak. Kem shumë fise. Ja të mes me qëtë ma drejt për drejt, të më zjetë sheqeri. Po, me ma djegë sheqeri. Të mes me qëtë ma, me 3 lukë qojt, sheqer. Po, qojt. 2. I mbush kështë ta mën këshër ma qeren, ma qëtë kafe. Ashtë të thuj, i vjen këjt let me ta citë. Vëllaj, kem kone ljak banë është. Atëherë miqtë e mi, po e bëjmë një shkeputje për pak qasë, ju vazhdoni të qëndroni me neve, derisa t'i pim kafet. Faleminderit shumë, edhe kafet i kem gati, ju lumt. E sheni miqtë e mi, kjo është proqe e veçën shqiptarin, familje tipike shqiptare. Inshallah ma ke qitë mirë. Hajgore po bëj, hajgore. Faleminderit shumë. Po ma hitu. Ma hitu? Ma hitu që i bjem? Ma letë, më bëj hajgore është ma ranë. Jo, nuk e bash një. Për me a, është një të kalëtëm. Vëllaj, se një të ves, dikur të thetë ma hitë, dikur hajgore. Na e përdorëm pro hajgore, ose a të them kësha të ndryshoj? Shaka bera, a bën? Shaka, të provojmë. E të lumë shindurt. As nusas, urt lupqen. Me thonë inshallah që gjithmonë, dikush e ka mërzi. Ma mirë me që gjithmonë se me neshtru. Po, inshallah që gjithmonë për gëzim. O, sa njëri pozitiv. Lumi ti për shpirtonën se non stop po i falenderosh Zotit. Pak më falenderu që dhe shpiva. Fiks. Unë veç po nisna prej kësaj çka po shë. Ku ka ma mirë se me po kështu, një rregull, Kjo është një jetë e rregull, qetë. Vllazni llokun e kena shumë kompakt në razi. Një telefonat me bukë, kërët grupullon. Ta mund qenë keni ashtu vllazni të bashku. Unë me këto jena të pëndoshëm. Apo për lodhe në jera, apo ngucë. I kena bo për mi 70 vjetë. Kur për los jena. Qit, s'ka shumë. Po mirë është ka pak me u përlose që ta njerëz zuhen edhe ma shumë. Ja, mirë, le shkon të rëkon për lomë. Po, hajtë cili për shembull kur nuk pajtoheni me zvete, cili lëshon pe, ashtu. Ai, shumë shumë. E cili jeni pak ma i madh kështu me Unë moshë. jem një vjetë për ati. Një vet. I vogli, do të më lësho pe? Apo? Jo shumë.
Më po m'vjen shumë mirë që në një familje ende vllaznik janë të bashkuar, kanë respekt, mirëkuptim mes veti. Kjo është që na veçonive së shqiptar në fund të ditës. Ma mirë e kalojmë na se parlament. Jo, inshallah nuk krahasohet kush me parlament. Janë të meç mu krahasu, i pas kilo durt. Për na për vojtona njerëz më të meç. Bajge. Kishe, thonjza. Qa ti vesh? Po i pim kafet, i qëtemi nuk është tranqeratuna me që të karrik, hera nej, herk nej, hinër hije, se mos po pengon djeli. I ndërum tash po du me ta bo një pyetje pak ma ndrysh për i banorëve tjerë me që ju jeni pak më në mosha dhe i dini pak a shumë kohët e shkume dhe të tashme. Po du me ta bo pyetjen kështu, çka mendon ai, kemi harru pak zakonet, atë dita, tradita tona shqiptare? Lloj, kemi harru pak. Në kohën e atë moti atëherë kur kon kohë, në 72-ën, kur martu une, baba jam, mos një javë ditë shoqës teme ka unë qërë të mete, ka jam mete që që po thamë. Më bo me arë dikush, me trokitën dyrë, sa atëherë në konë zidnat e dyëtin konë, në nysën të ashtë këtë tjetër. Më bo me arë dikush me kërsite, mësë me hapë derën, të regu me pyëtë shka po dënë, ka mërzim vjenë, s'kam qef ato s'du me ta një kur. Ashtu i kam pas, u konë tjetër tradit, u konë atëherë, i në konë gjinja shumë, i në konë, që në konë të asje, bëjnë konë edhe të kulturuam. Nuk e në konë, da ashtu në konë shumë. Bilim, më të arë miku, më të arë jabangjia, më të kush ardhë, në këpitjen e këna pas të mirë. A i bjenu në tash në këtë rast me ko jabangji? Kur të jo jabangji, si e të jabangji. Qa i bje me konë në vish vizitore kështu? Shka duesh mund shme konë të njëtër, na jem një vla, jemi një motër, ose një, këtë jeni kambë, jem, na s'kem bëjnë atë punë, shumë është, edhe traditat atë në konë më të mira. Sot do pak tjetër sen, ju hupë dashnia, ju hupë zjafeti, që shtë në këtu ne më dalë, e më shetit, e më shkute, që shë qëtë asë, shumë të rolla. Sikur të këshëm vazhduat traditën e babalarve, gjyshve tonë? Po qëre, apet me e mirë është kjo. Apet me e mirë. Hajtë qa për shembull është me e mirë? Po qëre me e mirë është se tash apet qëre, këtë të shpija, kësa dhe fjallë, bjen 7 shpi, 10 shpi, 10 rëpë, 15 rëpë, si në metë. Kush më arë, kush më të bohë, hizmet, tash, ja qëllë një plak, janë një plak, janë dhe kush më të prit, kush më të kështu, këtu në herë, konë familjet, po ka pas kalablakin konë. Vlaznije, në konë motratë, në konë qikate, në konë tëna, ka pas 5 shpia konë, e se dio. Që në herë ka punu vesh një antar, edhe i kam bojt 20-30 antar tjerë kanë prit mësafer, a që ashtë? Qashtu është, faktisht ashtu. Ndërum, ju falenderoj për zemërsisht. Femra është e shajt. S'me konë femra bota vdukët. Femra egziston bota vëshërritët. Duhet me pas shumë, me pas respekt. Ja i femra. Sot femna shohet mas shumë të. Ta që shojnë nuk e din rëndësinë e femnës. Femna numër ne është më bëllë. Kalën të gjyrë pa femna shtirë shpia. Jo, këtë thojnë gruja është shtylla shpisë. Ta është dikush mund të edhe mos me pranu, po kjo është një e vërtit. Shtylla shpisë, kurizi shpisë është moshti. Shpanjoni tjetërën nuk funksionan. Po ju falenderoj edhe njerë për zemërsisht, Zoti ja dhosht netën. Ishte shumë kënaqësi me ndo kohën me juve në një familje sikur se ju. Zoti shëndetin, bereqetin edhe harmoninë në punë edhe në çdo vend. Faleminderit shumë i nderuar për këto fjalë kaq të mira. Inshallah vesh shimi për të mira, Inshallah. edhe nimi mirë përgjithësi. Inshallah se na jemi krejt një gjak, Po ashtu, na jemi ashtu. shqiptar. Shqiptar valla. Faleminderit për Zotin. Por që fatmirësisht ka ende familje si ju, edhe këto na mbojnë. Ka shumë. Ka familje shumë, ka familje të sjellshme, ndershme. Por që të lagje ton, rregoj edhe më herët. Ale asnjë aksident nuk e di. Asnjë mosmarrëveshje. Që po mbjen tash të rreth krejt Kosovës me vizitu fshatrat ndryshme në secilin familje mirë e ma mirë, edhe pritjen po e kam fantazi. Faleminderit për Zotin.
Falenderimi ta Thash kon që Zotit. edhe Po. Harron ai sen? Jo. Hajde ondi, pe harroj ondin. Po, çka ishte të thoni ndërru? kjo është të thonë që edhe në një sodit përgjithësi gati qëre të kulturojmë janë. Të kulturojmë vallaj që këtë njëherë ka pas raza ma shumë. Çka ka pas? Raza ka pas. Çka i vjen rroxha? Raza ka pas si safar beleshe, si safar. Po, probleme. Probleme ka pas shumë atë noja, jo meza, jo ara, jo kjo. E sot ato kanë Tash i kanë lënë ato krejt, Valla, jo, ato s'ka Vash. si interesa kuna. Inshallah, s'ka dënë mirë dhe jo, e gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë. Hajtë, mirë pafshëm. Zoti ju rujt. Ishte shumë kënaqësi i ndërum. Faleminderit Ndërumtina. për zemërsisht. Qësh Durantina, Faleminderit shumë. se kena një mesa këtë Durantina Malukut. Po, Dorontina. Kush e solli Dorontinën? Përshëndes, mirë ka lufshi. Faleminderit shumë. Po valla edhe na ishim kënaqë, e me kënaqësi kishim net por që do të me vazhdo emisionin. Vazhdojnë edhe për pak. Qërë hotelë ku do këtë atë, Maja Kodre. Po djo, apëshe, Po një pjesë veç bardhë, në dy ondë, kështë të qishë. Po, Qati. okej, atje do të më shku me makinë. Qyre, Po me makinë, jo me makinë. qyre ku rruga këtu? A rruga atje, ku po djo këtë atë rruga. Që ka vërder dole autobusi atje në altë të kodra. Po. Që ato shkon që shtu e sillesh, Drejt atje. mikë të shpijat, edhe të qëtë drejt atë shekësh. Me bulazme. Ajë më të rejme. Përshëndes. Faleminderit shumë. Ajë më ndesh, mos s'ka nevojë më falenderua se si të falenderua shumë, s'ban shumë më falenderua. Se nuk vën? Se jemi njëjtë jena. Po jemi njëjtë, por që po shumë problem, tash të me gjithë njerëz si ju. Se më falenderu mirë është, se Zoti është i kënaqur kur ti falenderuar dikun. Unë i falenderoj edhe një buzëqeshë më jap dikosh. Ajo është më mirë që e buzëqesh si më thon lek. E vërtet, por tash nuk jenë krejt njësoj. Edhe shqyr që si jem se nuk i shkon bota interesant. Ju përshëndes. Hajde. S'po ju thamë faleminderit. Mirëmbëçi. Mirupafshim, me të mira. Vazhdoj miqtë e mi, i falenderoj këta dy zotëri për zemërsisht. Vesh t'i vendosë syzat se edhe po bëj zhurë më ndej me mikrofon. I falenderoj për zemërsisht e pot, çfarë familje e mrekullueshme, njerëz pozitiva, njerëz dashtëm, kështu knoqna unë, kështu lypi banor me gjetë, më mjaftojnë në çdo fshat me i gjetë 2-3 banor si këta zotrit. Inshallah kanë jetën e gjatë, edhe u kënaqem na ndreqen ditën se përbes dita ke të shku shumë bosh, ashtu zbrastin, qetësi, por që e lojmë këtë pjesë, po vazhdojmë edhe për pak qaste, ju vazhdoni të qëndroni me neve, po shpresojmë që ka me pas edhe diçka risi sa i përket fshatit, ne po provojmë deri momentin e fundit, derisa shohim që vërtet nuk mundem me nxjerr diçka shtesë sa i përket fshatit. Kështu që po e bëjmë edhe një shkëputje të shkurtër për të vazhduar në pjesën tjetër. Desha është të mprit. A më shkojmë, hajde. Pritëm! Ja vallojt në zona! Vallojnë! E pat puna jote. E qysh po iko ne ku marrë në vizit në fshatin e juv? Unë e ku marrë në vizit fshatin e juv! A po mnin? As po mnin? Përshëndetje! Si je, Dorontina? A je mirë? Vjen mirë ndërum. Si je? Mirë. Familja? Mirë, me thonë e latë me familje vetë, pe gjakët në altë. Bankaj, qashtë grune kam pe gjakët në altë, ka pas sëllu në krye. Edhe tash është mirë? Mirë është, Shëqër. në Tiranë e këna pas, Po. mirë është tash. Ka që të shku në shpe? Po. Hajde po të përcili për pak. To
të bisedu, veç për fshatin ku me të pyet. Çfarë fshati është? Për çka njihet ky fshat? Unë është hera e parë që ku mordh. Ky është fshati Ballavc. Po. Kjo lagje është e me hanëve qëtë. Ballavc, Ladovc, Shajkovc, tashëm të. Na po dojmë me undal tek fshati Ballavc. Për çka njihet? Këtë nga me para puna. A njihet për trima? Nga veç një. Këtë është katon i pastë. Shumë. Shumë i pastë është me të na e kemë. E kemi vret, ju lumt. Me të në senet e kemë. Hajde ecëm edhe pak, se u kënaqëm. Edhe ojri poster, edhe rrugët e bukura, shumë mirë. Vallahi, Ju lumt qitash- shumë njerëz punëtor. Nga që ta është i kanë bërë, dojnë me bërë rrugët e pastërta. Ne i kanë gjitë këta bandera këtu, i kanë gjitë edhe dritat. Na kanë zbukuru edhe ma mirë. Apo bëhet të mbrëmi kështë bukura? Apo merr fshatin një pamje të bukur. Shumë mirë për marë fshati, mos vetë, adin qysh me konë natën, me po sikur në pikë ditë. Po, a? Po shëzë, Une pas na mujtë me bo xhirime edhe në mbrëmje. po. Veç në mbrëmje s'kishe mujtë me gjithë kërkan rrugës. Që thua, e pse ma herë, shëndet ondi, e rrit. Qa kishtë të thonë, ma herët një banur më tha mbrëmje marë këtu kështë mujtë me gjithë. Tash, Po, që a ka s'ka? Ndonë e mendjen. Nga mundesh edhe me gjithë në mbrëmje adin, se dalën ecin. Ka po, dhe kur ka fillu me unëzi, dalin njerëzit për qef. Që tash në mbrëmje ka qaftoft po merë. Edhe çka më pëlqej njerëzit mikpritësa ishin këtë fshat. Ha. Ishin njerëzit mikpritësa, njerëz të butë, pozitiva. Ka i ti e? Hajde kajtë po thu që jam. Se që kërka nuk po ta merë mendja ka jema. Pasha zëtin, veçën koshe dikon e rrestit Prishtinës. Jo, veç Prishtina likës jam. Unë jam e Istogut. E sokët? Oh. Ka gja. Me qikat Istogut s'ka vëlla. Vala ja. Do i livdu vetën. Po kanë thonë kurse livdëm vetën. Apo pret me të livdu dikusha. Mos me livdu vetën i shatë. Rëvu. Na kënaqë muhabet të Zotit rujt. Njerëz shumë të mirë fshati. Mirë prisë jem, të na i kem. Ka të një pastër është. Që pishe edhe vetë, s'këm që me to. Shumë mirë, shumë. Ani jo. Ju lumt. Apo në një kështë shumë a një gjallnika, as gjohë një heret. Hajtë po më interesant që filloni një ditë dhe që shëmbarani, deri në fund. Në fund, Në fund hajmë dorë, këtu edhe bim flejmë. po, e këqyri televizorin. Apo më këqyrë mu i herë? Që në alti e kosyzat. Që e kam emisionin e për katunin, shkoj. Une emisionin jem quhet katuni jem, po një thëm fshatra. Pak kështë me Nga- gramatikë. Me gramatik, qërë. Mëse livdo, shafshatin tem, une zdi qëm kështë. Valla ti edhe me livdu, nëse nuk i shkona shumë të kisha tha jo. Kështu Une që... meritat i kanë për me konë. E vërtet. Anime. Se masi jem pastër, ka telefarë fisi këtë. Recet, E, anini me gjithë, anini, hajde ecim edhe pak, a erdhëm të shpia, nuk hinë shpe. Jo, hale, ma darge kam. Jo, ma ne e kam. Do thotë, më sekon xhami. Ha? Më sekon xhami, a veç ke dalë me shetit. Jo, keshën shërë, A, në sheher të madh. qaja. Sa mirë që mundesh me jetë ende, rruga bukur e gjatë. Jo, edhe me eci. Shumë mirë se të ndihmon edhe në shëndet kjo. Qaja, une ankoj pi gjakut naltë. Po, më tregove, po. Se qaja është kryesërja, me eci, gjallënoj kështu mbjeli në shpet, diçka Shumë kumpire, po. kalama që pasëlej. Sa për nevoja familjare. Qaja, qatë ka nevoja shpisë njeri. Po, nuk më tregove se mandej kalu me një muhabet tjetër, thash se e fillon një ditë dhe se e mbaroni. Nga, A zgjoni herët, se më duket ju zgjoni herët këtë. kanë ma shumë të qëhën herët në tetë. Po. Bëva ki, e kom një nip, maru i gjëzoti, Amen, inshallah. edhe ishala gjëkujna.
Inshallah. Edhe qëna, bëha ki në 7 sahati, sa o konë ftashtu që isha në 6 sahati, ja dhe shënë zemjen. E në deke, kërë ma bëjke gjeshtrike, qëre sa pak nashna tash më zvetë. A ti çka tha mëne? Dashnia më e pastërt, më e madhe dhe më e mira është e gjëshërve. Ndaj nipave edhe mbesave. Unë po besoj që më shumë i dën tash nipat e mbesat se djalin tën. E keni, e të shëshish, se keni qevi pak mi lazdru, a? Nga, mua gruaja gjithë ma bënë, thot, ma farë për dënë nipin se ki dash min. Thash, qëre. Mjolta të të nështë, apo? Po. E Po, qaja, që ashtë do të me pranu se e vërtet është. qaja. Ndoshta, a di çka mendoj pse? Fëmin e juve kur i keni pas sakrificat, sfidat të i rrit të dolën puna ne keni, tash keni kohë me nipat e mbesat me qëndru ma shumë me ta. Qaja. Jo, ajo vërtet është në se unë e knoshna kur e kom atë nipin të shpia, se pe qenë në qerdhe. është i aftë më zëtë. Shoqëria ka Pas vonë me zoti. kom digitron është. Shumë mirë. Se qaja. Do thotë këtë është më pyetje koha, se tash keni kohë ma shumë, edhe qëndroni me nipa mbesa ma shumë, Po. e me fëmijët juve u zhdosh me dalë me punu, me gjallënu, me mbajt. Jo, qatë punoj rej shpije kom. E kam fjallën atëherë ke punu po. të qa tjetër ndoshta. Qaja. Si çdo baballar që ka punu që thande, ja ndërtim, ja ne. Qatë është në pyetje krejtë. Veç, unë po thamë se jam i knasën me shëndet, me krejtje i ka. E qata. E shini, mini kontinira do thot nuk i pas kam po ende dikon që jenë kështu në brenda kornizave, brenda telave, apo si me qujt këto, kjo po m'pëlqen, pse i kanë vendos kështu, a mos me u shpërnda brëllogu ndoshta apo çka? Qetë. Lulun, lapi, Qetë. valla lapi ma keni ftof. Pasha, o knaq, Unë pasha zote ma keni ftof. Unë atë kalzova se meritët e ke me tëna. Qëra peshe qatë kodrën që atje që ta shvës. Qëra qatë kodrën që atje. Po, Me që ty në 2 kodrave që atje. po, Që atje kem kufinin. E bite vi që asaj dhe tjelët, e meher. Në kohën e luftës, e ke qysh për nëni. Qysha veç po këqyrëm, apo na gjuhet atash. apo na gjuhet na i kushën kry. Po, se dhe këtu pjesa shumë e rafsht edhe kam pas shumë tlet. Shumë e rafsht, krejt në sipërfaqe. Pe që ka shëdimit e thujmë na një farë fshati, ka se dilëshin atë në gjushin me granata. A është dëmtuhet që fshati, e kam fjallën Vallai, nësaj për këtë banorve. Që atë shpia si kënë asajde, Po. atë shpia jenë konë kalta krejt. Po, a ka pas të prekum në njerëz? Ma naltë të dërë qështë që e thëmë na, atë ka pas në familje. Në familje. E këtu, këtë fshat? Që të na, në shëqyrë për një s'ka pas. Shëqë. Shpinë e kom pas, që atë e kom, ma naltë se kjo, se konate e kom këto. Ma kishin pas, që e kishin pa marë, e kishin pa rëmiha kolla, kanë këtë se kom shefë, do kata në sen asajt. Ko kam pas lodh koti. Këtë, E katë nuk i ka funksionu. e jo, e qaja. Inderum, unë e po të përshëndes. Zotit ta unë. dhash netën, ty dhe familjes, e faleminderit shumë për kohën. Kaleu Shumë që knësi. mirë, edhe jo Pofshim. miru po shumë Më falë për syza, po nuk shoh sem prej diellit. A më falë, ma bën halal. me të halal në 101 Faleminderit herë, shumë. ma bo halal. Ishte shumë knatësi, Zotit rujt. Hajtë, kaleu Mira. shumë mirë.
Miqtë e mi, kjo ishte e gjitha sa i përket fshatit Ballovc, komuna e Podojeves, një fshat i bukur. Përveç që bukurisë që e ka fshati, njerëzit ishin shumë të mirë banorët e kësaj lagje, ishin shumë pozitiva, njerëz të qeltër, e besa dhe mikpric. U kënaqem pafund, po besoj që jeni të u kënaqur edhe ju. Miqtë e mi, me emisionin ton tash jeni duke shiku. Ju vazhdoni të qëndroni me neve se ne kemi shumë risi çdo ditë në fshatrat e ndryshme të Kosovës. Deri atëherë, mirëmbëjtje!